që me të vërtet një triu që nuk din fare prej politikës, po menoj po edhe se nje politikën mirë, ai do me thonë kom një raste që as nuk e din kush është kryeministri i vendit ose kush është kandidati i kryeministrit aktual. Për shembull, kjo me të vërtet për të ardhur keq kur një ri i Kosovës është 0% informum për një proces politik që ka shumë dikem. Po pse po mendon që kemi ardhur deri te kjo pikë? Menoj që dy aspekte kryesore janë këtu, s'po du me bo fajtor kërkën, po vetë popullin përgjithësi, jemi popull që lexojnë pak, na do të me lexu shumë ma shumë, sidomos me lexu histori. Nëse na nuk e dim historinë edhe qysh kanë ardhur proceset deri sot, deri në çet pikë, na do me thonë as nuk kanë me na interesu proceset që na vinë në vazhdim. Kështu që kjo është me të vërtet diçka që po ndodh te na, po mendoj edhe e dyta është kjo propaganda e madhe në rrjetet sociale ka shkaktuar edhe një lodhje politike te prindërit, cilët edhe kanë tash pedim që edhe proceset zgjedhore, kjo është e sota herë po kemi proces zgjedhor, ata do me thonë edhe me folë si tem që ta shumë njerëz e kanë problem, se do me thonë qa që ka orë të huna tu pas zgjedhje çdo 2 muaj, 3 muaj, edhe nuk e përmendin. Në normal që nëse s'përmendet një temë ose nëse i riu s'ka ku me ndëgju, nuk ndëgjon prej familjes vetë çështje politike, nuk ndjek televizionet, nuk ndjek rrjetet sociale me përmbajtje të tilla, atëherë ai ka me pas problem me ditë për politikën e me interesu politika. Kështu që kjo të shpinë vetë mosdia e çështjeve politike. Po lidhet pyetja se çka ndodh pastaj, dhe nëse ja japim votën dikujt caktum, cilat janë ato të mira që po i përsillen trinjve, po e dim tash jemi në negativisht këtë pjesë. Mos ta marrim negativisht, definitivisht, po është pjesa gjatë stinës verës, po e dim që gjeneratat e reja dalin prej shkollës apo edhe prej fakultetit e përfundojnë, kanë një 3 mujosh në pushim. Çka po ofron shteti si lloj i aktivitetit për këta trinj? A ka diçka? Unë po mendoj që këto është pjesa kryesore ku duhet më u fokusu edhe duhet me gjetë edhe trinj vetëm pak ma shumë, me u marrë me aktivitete artistike, me gjetë vetën një talent, se me të vërtit koha kalon shpejt, edhe nëse nuk e gjenë vetën në një kohë shumë të re, pastaj edhe bëhet shumë vonë edhe veç fillon e për të në gjenë një punë vetëm sa me e kryat punë. Kështu që po besoj që edhe verës kish me qenë mirë për krejt partit me bu këtë ndryshim, nëse vese kush do që ko me qenë pjesë e shtetit tonë. Ka edhe prej aty në trive në fakt, ose ata të gjeneratës së re, që janë shumë aktiv, ose marrin iniciativa për me bo një ndryshim. E të tillë e kemi rastin e Havës, duke qenë se përmendëm që ti vjen prej Strugës, edhe para disa ditëve është organizuar një protestë në Shkup në fakt prej studentëve të Maqedonisë së Veriut, ku keni kërku të drejtën për të folur shqip, një të drejtë bazë themelore. Edhe në fakt unë ju përgëzoj për këtë gjë, sepse ka qenë diçka shumë një iniciativë shumë e mirë, edhe më të mire ka bo fakti që trinjt kanë qenë ata që e kanë ngritur zërin për këtë të drejtë